si një specialist i njohjes së çështjes së migracionit shqiptar në Greqi dhe si një konsulent i mirë ligjor, desha të pyes, çfarë po ndodh me lejet e qëndrimit ku ka një zvarritje të jashtëzakonshme? Fatikisht të rejat nuk janë premtuese, janë në atë kuadër që dihet tashmë, një administratë greke e cila është e lodhur, e pamundur për të shërbyer volum të madh të aplikimeve për leje qëndrimit dhe në fund të gjithë kësaj amundie, sepse kemi të bëjmë me një mori çështje të cilat nuk lidhen thjesht vetëm me Ministrinë e Migracionit, pra ka disa gjëra që i ndërlikohen më shumë procedurat, që do të thotë konkretisht për të informuar dhe bashkëtarët tanë që shpeshherë nuk e dinë apo se kanë informacion në rregull. Greqia ende nuk ka një kuadër të konfirmuar, të kompletuar ligjor lidhur me migracionin, i cili automatikisht ose paralelisht duhet bëhet të ndarjen e kompetencave të institucioneve që janë të implikuara lidhur me çështën e migracionit. Mos harrim faktin që neve shpeshherë i drejtohemi Ministrisë së Migracionit apo qytetarët me drejt akuzojnë Ministrinë e Migracionit për mos dhënë leje qëndrimit, por nga ana tjetër duhet të sqarojmë se nuk është Ministria e Migracionit dhe Azilit ajo që i jep leje qëndrimit, është Ministria e Brendshme, pra kemi implikimin e Ministrisë së Brendshme, kemi implikimin dhe kompetencat që ka Ministri i Ekonomisë, kemi Ministrinë e Jashtme dhe një sër institucione të tjera të cilat nuk dihet për opinionin. Kjo sjell dhe shumë probleme serioze dhe tu mjafton të përmendim vitin 2023 ku për faj të Ministrisë së Brendshme e cila la platformën hapur dhe i dha mundësinë çdo qytetari të vetë tretë të bëndë një aplikim për të pajisur me leje qëndrimi dhe ai në moment pajisej me një vërtetim aplikimi dhe me të vërtetim ai më njëherë pajisej si që dim me amka, NIP dhe kështu me radhë që drejt pune. Dhe vjen pastaj ministria duke parë që ishte një gabim i saj me një qarkore brendshme bëri një prezantim lëndë të gjithë këtyre vërtetimeve dhe sot që flasim me ligj tashmë të gjitha persona me pa të drejtë, sipas gjykimit tim dhe shumë të tjerëve, qeveria greke, pra Ministria e Brendshme dhe Ministria e Migracionit dhe organet kompetente i kanë shpallur këta persona si persona të cilët tashmë ose janë të padashurueshëm në Greqi, ose një pjesë prej tyre janë drejtuar në gjykata sepse i kanë konsideruar aplikimet si të parregullta dhe për pasojë duhet të vuajnë pasojat e ligjit, por edhe ata që në arritën të japin dorëheqje janë të gjithë penalizuar për 5 vjet. Pra kjo është një përgjegjësi e ministrive përkatëse për shkak të amollizë të mungesës të kompetencave. Ne mund ta quajmë ping-pongu që luhet me ministrive, kjo rëndon automatikisht drejt për tek të qytetarët e vendeve të tjera dhe kjo sjell edhe sot i flasim një vonesë shumë të madhe për renovimin e lejeve qëndrimit dhe automatikisht privimi i renovimit të lejeve qëndrimit, sepse është kemi drejt vonesë, nëse flasim mesatarisht tani, edhe pse jemi në periudhën digjitale, një leje qëndrimi në Greqi nuk rinovohet dhe nuk i lëshohet tek përfituesi jo më shpejt se në rastin më të mirë 8 me 10 muaj. Pra nëse dikush e merr të lejen e qëndrimit për 18 muaj është i lumtur. Mesatarisht, pajisja me leje qëndrimi në Greqi në rastin normal është 1 vit e gjysmë me 2 vjet, por kemi shumë pra flasim shumë muslimë me shifra që arrin disa 10 mijëra aplikantë, ose më shumë se 100.000, dhe këtu në kuptoj pa linin, pra detyrimin e decentralizuar të Atikës Veriore, si dhe Pireun, i cili ka një përfshirje shumë të madhe, ku aty fillojmë nga 2 vjet e gjysmë 3 vjet që quhet normale. Pra, këto janë shifra të cilat fatkeqësisht edhe sot që flasim një numër shumë i masëtarët, edhe pse presin edhe u provon një muri të drejtash, fatkeqësisht e mbajnë e qëndrimit ose të skaduar ose sa rri kur ta marrin duhet të jenë gjithmonë me një vërtetim aplikim. Mbas 3 dekadash, kalvari për rinovim vazhdon, ashtu siç thatë dhe ju. Desha të pyes, gjatë rinovimit të lejes është një kartë e bardhë që quhet VVO-s. Çfarë fiton dhe çfarë humbet emigranti me atë kartë? Ajo kartë e bardhë ti me të drejtë e quan VVO-s, faktikisht është një thënë thjesht është një vërtetim aplikimi. Pra, kur dikush aplikon për rinovimin e lejës së qëndrimit, pajisë me 2 shkresa.
Një shkresë është, e thënë thjesht, formulari i aplikimit ku janë të gjithë nërët e individit, pra inicialet e tij, banimi, adresa edhe diçka tjetër, dhe dokumenti është vërtetimi i aplikimit që lëshohet automatikisht në sistemin që personi që ka aplikuar dhe është vërtetuar aplikimi i tij. Kjo nuk do të thotë që personi do të marrë lejen që pra është faza e parë, por ky dokument e ligjëron atë në Greqi sepse automatikisht parashikohet në vërtetim dhe është e cituar me ligj që poseduesi i këtij vërtetimi ka drejtën e punësimit dhe drejtën që i jep leje qëndrimit në Greqi. Kjo automatikisht ose më saktë parimisht dhe praktikisht ka sjellë shumë pengesë dhe probleme në Greqi. Duke filluar nga çështja e parë, i privohet e drejta e udhëtimit në një vend të tretë. Që do të thotë, një kryetar shqiptar i cili hyn lehtësisht në Bashkimin Evropian, por jeton në Greqi sepse këtu ka lidhur jetën dhe mund të ketë familja apo mund të shkojë për një vizitë turistike në një vend të Bashkimit Evropian, nuk mund të udhëtojë dot me këtë dokument. Dhe cila është zgjidhja? Si kanë përshtuar shqiptarët? Kanë bërë një dalje në Shqipëri, kanë marrë vul dalje nga Greqia, janë futur përsëri në Greqi me vul hyrje dhe udhëtojnë edhe sot, mbas 30 vjetësh si e me një vul 3 mujore. Pra, nëse e shkelin 3 mujore në Bashkimin Evropian, ata penalizohen nga Bashkimi Evropian, sepse nuk kanë drejtë e udhëtimit me vërtetimin e lëshuar në autoritetet greke, sepse thjesht ky vërtetim nuk njihet nga shtetet e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, shumë bashkëtarë, siç e dini, ka pasur shumë probleme lidhur me subvencionimet apo ndihma sociale që përfitojnë, siç është ndihma e nënave të kanë lindur, pra të lindjes, kompensimi i qirash shpive dhe një sër çështjeve të tjera që lidhen me kompensimin e bashkëtarëve, pra të qytetarëve të drejta, sepse shumë institucione shpesh nuk i njohin apo edhe vetë sistemi duke patur parasysh faktin që këto vërtetime nuk kanë datë skadence. Dhe nga momenti që kanë datë skadence, nuk kuptohet që edhe sistemi elektronik, pra çdo shërbim elektronik, nuk mund ta marrë në konsiderat sepse çdo dokument ka një datë lëshimi dhe një datë skandimi. Flasim për emigrantë që kanë 30 vjet në Greqi të lishëm, pra fëmijët e tyre kanë lindur në Greqi, kanë marrë pasaportë greke, babai i tyre merr pension, dhe ky nuk mund të shkojë fëmijët në Gjermani. A ka një rrugë zgjidhje tjetër që mendoni ju se mund të bëhet? Si mund të zgjidhet ky problem? Okej. Atëherë, që zgjidhet ky problem, ajo që është e padiskutueshme është organi kompetent. Kur flasim për organi kompetent është qeveria e politikat migratore, aktivitete për Ministria e Migracionit dhe Ministria e Brendshmit të lidhura ngushtë për përshpejtimin e procedurave të dhënies së lejes së qëndrimit, ose saktë të rinovimit të lejes së qëndrimit. Sepse këtu nuk flasim për emigrantë që aplikojnë për herë të parë dhe normalisht kjo nën kupton një verifikim të një morje dokumentesh që janë paraqitur për të përgatitur lejen e qëndrimit dhe kjo merr kohën e duhur. Flasim për emigrantë që jetojnë prej dekadash në Greqi, madje ka me mira prej tyre tashmë, të cilët ose bashkëshort ose fëmijët e tyre kanë marrë shtetësinë greke, dhe ata do të vojnë kalvarin e rinovimit të lejes së qëndrimit sepse detyrit e decentralizuara Departamenti i Migracionit e ka të pamundur të shërbejë në kohë reale për vetë faktin se janë shumë të rënduar dhe nuk ka një të themi rinovim të personelit apo shtesë të personelit. Edhe ata që janë aty ose në mund të flasim dinamikë e re, një numër personeli që është shtuar kohët e fundit, është shtuar për vetë faktin sepse janë me kontrata të përkohshme dhe jo të përhershme. Kjo sjell problem sepse dikush që shkon në kontratë të përhershme shkon thjesht sepse dikush e ka dërguar aty dhe kur e them me terma thjesht është vërtet siç po e them, dikush e ka dërguar sepse i ka bërë një shërbim politik dhe nuk janë persona që janë kompetent dhe njohës të çështjeve të migracionit, aq më tepër nëse flasim për persona të trajnuar, aq më tepër se flasim persona që janë juristë apo të janë avokatë, të kenë njohje të thella juridike që mund të shërbejnë në kohë reale. Këtu do të shohë dy statistika që janë vërtet domethënëse, nuk ka një shtet analog në Bashkimin Evropian me personel të tillë i cili nuk është i trajnuar ose nëse është trajnuar pjesërisht dhe siç neve kemi kontakt me folën me personelin që ndodhen në këto detyri, ata e kanë këto njohuri të akumuluara fal eksperiencës tyre dhe jo trajnimeve specifike, sepse nuk janë juristë dhe nuk janë studiues të fuzës përkatëse. Greqia është një vend në Bashkimin Evropian që ka gati 90%, mos themi 100% të personelit që nuk janë juristë, por thjesht persona që kanë fituar të eksperiencë të fal punës së tyre. I vetmi departament që ka një strukturë të mirëfillt me departament juridik që ofron kohë shumë
të shpejt në shërbimin ndaj qytetarëve, sepse janë njohës të çështjeve dhe kryesisht të kodit të migracionit në përgjithësi, dhe kodi ligjor që përmbledh këtë kategori qytetarësh është largësa dhe aty është i vetmi të themi drejtë të cenzuruar e migracionit që shërben në kohë rekord dhe shpesh herë refuzimin nga kjo të themi nga kjo drejtori janë shumë herë të vështira për të zgjidhur në gjykatë sepse kanë një mendim të përputhur konform ligjit. Ndërsa në gjithë drejtoritë tjera çdo vendim që del qytetarët më të drejtë drejtorë gjykate sot e flasin janë më shumë se rreth 80.000 me 90.000 çështje që janë akumuluar në gjykatat administrative greke ku emigrantët më të drejtë presin një zgjidhje dhe një përgjigje. Pra, thënë të më thjesht, ka një mungesë dhe vullneti politik, është e para, është thënë për një shtim të personelit 250 persona, por nga ato që kemi konstatuar sot, ka një vonesë të theksuar, kemi rreth 1.5 që është njoftuar nga Ministri i Migracionit për shtimin e personelit, akoma se flasim nuk dihet gjë çfarë është bërë dhe pra është në proces të sipër, dhe ajo që mund të themi duke parë njoftimin e ministrisë, nuk kemi nuk premisa për të përmirësuar të gjithë procesin, sepse nga 250 persona bëhet fjalë për një pjesë e cila pra një numër shumë i lartë rreth 160 persona që janë tashmë punonjës personal, pra ndjes të përkohshëm të punojnë në këtë shtim personeli, nga ana tjetër pjesa që mbetet janë të rinj që do të vinë, por nuk janë në përputhje me kriteret që unë thash pak më herë, që të jenë persona që të jenë të trajnuar në rast më minimal, pra më fillestar duhet i trajnuar diku të mëdha, dhe ajo që është e rregullta e kryesore ishte do të ishte njohës të fushës të cilët të kenë mundësinë të japin një përgjigje në kohë rekord të bazuar në ligj. Në mbyllje, me gjithë këto që ju tha, ka justifikim për vonesat e rinovimit të lesë qëndrimit? Ka motiv? Duke vazhduar dhe përgjigjen e pyetjes fundit për zgjidhje dhe pyetja juaj e radhës është në këtë kontekst, ka mungesë vullneti politik, madje fatkeqësisht kjo përkon edhe me ndryshimin e politikës të Bashkimit Evropian lidhur me migracionin, por ka një ndryshim shumë të madh. Bashkimi Evropian e zbaton ligjin, i respekton qytetarët e drejta dhe dim shumë mirë që në çdo vend të Bashkimit Evropian, çdo aplikim që bën, bëna 3, maksimum bëna 6 muaj çdo problemi pengesë mund të ketë aplikimi, pra çdo vështirësie për shkak të mungesës dokumentacioni apo për shkak të teknikaliteteve të tjera të cilat mund të hasin në procesin e sipër, bënda 6 muaj çështja është përfunduar duke dhënë një mendim të pjekur, thërmë të thjesht, bazuar në ligj, do të thotë nëse personi ka drejt të shtojë lejen e merr lejen, nëse nuk ka drejt, bazuar në ligj në bazë të pikave të ndërmjetme specifike, i jep një përgjigje. Kjo nuk do të vëqë sepse ka mungesë vullneti, fatkeqësisht shqiptarët edhe sot aq më tepër emigrantët, refugjatët, Greqia është këtë këtu konventet e njeriut, sepse kjo është raciste, në më të themi, sepse nuk janë emigrant, janë qytetarë të vendit që kanë ardhur në Greqi për shkak të ndryshme, kjo për shkëmbulje të luftës, për shkak ekonomike, por në çdo rast nuk janë të jashtëligjshëm si të thotë rëndom. Mund të themi për qytetarët të vendit janë të parregull, sepse nuk posëdojnë një legjë ndryshme apo një legjë hyrje në Greqi. Përtej kësaj ka një mungesë totale të vendit, po bëhet më e theksuar. Kjo duket qartë që nga ndryshimi i ministrit, pra largimi i ministrit të migracionit që ka qenë një nga ministrat më të mirë për mendimin tim që ka kaluar në ministri, sepse ne patëm mundësinë të kontaktohemi me të dhe konstatuam vullnetin e tij dhe veprimet që bëri për përmirësimin e imazhit, sepse zoti Keridi është një jurist, është një profesor njohës i mirë i çështjeve, por përtej këtyre ardhja e zotit Volidi dhe tashmë e ministrit të ri duket qartë nga procedurat dhe politika që janë marrë, duke marrë parasysh ligjin ekspres që në parlament e votuar për mos të drejtën e aplikimit për azil çdo qytetari i vendet të vjen në Greqi, dhe ato që këto ditë që përkon dhe me linj që ka shkuar në parlament, ndryshime drastike, dhe kjo vjen në përputhje me politikat e tyre për të përfituar votues të djathtë duke vështirësuar politikën e migracionit, sepse në fund të ditës
praktikisht sot emigrantët po e braktisin Greqinë. Dhe kjo jo se thotë atë po është fakt, është statistikë zyrtare. Nëse diku flisim për miliona emigrantë në Greqi, sot po flasim për më shumë se 560.000 emigrantë, refugjat, me gjitha titujt që mund i përmendim, por edhe një pjesë që mund të arrijë diku tek 56.000 të pa rregull, pra një shifër shumë e vogël, por dhe këta kanë me qëllim dhe dëshirë për të larguar një vend të Bashkimit Evropian. Pra, politika që merret dhe thuhet me një gjuhë të ashpër politike, nuk përputhet me realitetin se emigrantët dhe qytetarët të largohen. Thënë ndryshe, këtu është një thirrje dhe një rizgjim i vëmendjes të faktorëve shqiptar, kryesisht të diasporas, komiteteve apo shoqatave sinojeve që janë në Greqi, që duhet një moment të zgjohet dhe të kuptojnë që nuk janë aty vetëm thjesht për të hedhur këngëvallë për të rruar të artistët, që mirë bëjnë, por duhet marrin nisma serioze, siç diaspora parapakohesh në kontakt me ministrinë, por kjo nga mësues duhet të jenë më dinamike, me qëllim që politika greke, kryesisht shteti grek, të kuptojë që duhet të ndajë një emigrant i cili është sapo ardhur me një qytetar, sepse nëse flasim për një qytetar me origjinë shqiptare që ka trëndë në Greqi, s'mund të thosh më emigrant, është qytetar grek, është qytetar që i ka dhënë dhe i jep taksa pagusht i rregullt ishte grek. Mundi faleminderit. Ishte kënaqësi. Unë të falenderoj.